Meditim për kohën e Kreshmës. E diela e 4 e Kreshmës, apo e diela e gëzimit. Gëzimi i shpresës në mes të udhëtimit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes sërish unë ora në këtë diel të 4 të Kreshmës. Kjo ditë e shënuar, e njohur si e diela e gëzimit, shërben si një oazë shpresë dhe gëzimi në mes të rrugtimit ton të pendesës. Pas reflektimit mbi dashurinë, faljen, kthimin, durimin dhe sakrificën, sot ftohemi që të ngrejmë sytë drejt gëzimit të ringjalljes që po na pret. Për sot le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 3, vargjet 14 deri 16, ku Jezusi flet për dashurinë e Zotit dhe për shpëtimin që vjen prej saj. Dhe sikurse Mojsiu e lartësoi gjarprin në shkretë të tir, po ashtu duhet të lartësohet edhe Biri i Njeriut, që kushdo të besojë në të, ta ketë jetën e pasosur. Vërtet hyi aq fort e deshi botën, sa që dha një të vetmin birin e vet, kështu që secili që beson në të mos birret. Të dashur dëgjues, kjo pjesë nga Ungjilli është ndoshta një nga më të njohurat dhe më domethënëset në gjithë shkrimin e shenjtë. Ajo na zbulon thelbin e besimit të krishter, pra, dashurinë e pafundme të Zotit ndaj nesh, që shkon deri aty sa të sakrifikoj birin e tij të vetëm lindur për shpëtimin ton. Pikërisht kjo është edhe arsyeja e gëzimit ton. E diela e 4 e Kreshmës, me ngjyrën e saj roz dhe thirrjen latare, gëzohuni, vjen për të na kujtuar se Kreshma nuk është vetëm një kohë trishtimi apo vetmohimi. Ajo është mbi të gjitha një kohë pritjeje e gëzueshme, një përgatitje për festën më të madhe të kalendarit të krishter, pra për Pashkën, ringjalljen e Krishtit. Ashtu si Mojsiu ngriti gjarprin në shkretë të tir për të shëruar popullin nga vdekja fizike, ashtu edhe Biri i Njeriut u ngrit në kryq për të na shëruar nga vdekja shpirtërore dhe për të na dhënë jetën e pasosur. Kryqi, që mund të duket si simbol i vuajtjes, në të vërtetë bëhet simbol i dashurisë së pafundme dhe i shpresës së ringjalljes. Gëzimi i kësaj dite nuk është thjesht një gëzim sipërfaqësor, përkundrazi, është një gëzim i thellë që buron nga siguria e dashurisë së Zotit. Është gëzimi i të diturit se pavarësisht mëkateve tona, Zoti na do aq shumë sa që dëshiron shpëtimin ton. Është gëzimi i të diturit se pas vuajtjes së kryqit vjen lavdia e ringjalljes. Kjo e diel na fton që t'i mbajmë sytë qëllimi përfundimtar i Kreshmës,
pra te takimi me Krishtin e ringjallur. Ajo na jep forcë që të vazhdojmë me zotimet tona, me lutjen, agjërimin dhe lëmoshën, sepse e dim se po ecim drejt një feste të madhe. Gëzimi i Pashkës tashmë po fillon që ta ndriçojë rrugën tonë. Le të jetë kjo e diel një ditë për ta ripërtrirë shpresën tonë dhe për të lejuar që gëzimi i Zotit t'i mbush zemrat tona. Le ta kujtojmë se edhe në mes të sfidave të kreshmës, Zoti është me ne, duke na dashur me një dashuri të pafundme dhe duke na udhëhequr drejt jetës së pasosur. Të lutemi së bashku. O Zot, atë i mëshirshëm, Ti që aq shumë e deshe botën sa dhe birin tënd, ne të falenderojmë për dashurinë tënde të pafundme. Na mbush me gëzimin e shpresës së ringjalljes, që të mund të vazhdojmë rrugtimin ton të kreshmes me forcë dhe besim. Bëj që ky gëzim të jetë dëshmi e dashurisë tënde në jetën tonë dhe të na ndihmoj që të arrijmë në Pashkë me zemra të mbushura me lavdërim. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të diel të gëzimit, ju ftoj që ta shpërndani këtë gëzim edhe me dikë tjetër. Mund të jetë një telefonat, një fjalë mirë, apo edhe një buzëqeshje. Le të jemi ne dëshmitar të gëzimit të Krishtit në botë. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim përsëri nesër në meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.